Në zgjedhjet e 7 qershorit të drejtë vote sot në Kosovë ka 1.959.962 votues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në kuadër të angazhimit për administrimin e rregullt të procesit të votimit ka funksionalizuar dhomën operative e cila funksionon me pjesëmarrjen e anëtarëve të KQZ-s. Prokurorisë dhe Policisë së Kosovës. Sipas dhënësit të KQZ-s, Valmir Elezi, tashmë të gjitha qendrat e votimit në Kosovë janë hapur për votuesi. Procesi i votimit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në vendin tonë. Zëdhënësi Elezi gjithashtu ka ftuar qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, duke shtuar se në këto zgjedhje garojnë 21 subjekte politike, prej të cilave 17 parti politike, 3 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese, pra të drejtën e votës. Procesi i votimit po zhvillohet në 949 qendra të votimit me gjithsej 2555 vendvotime. Në 911 qendra të votimit me 2498 vendvotime do të mundësohet votimi i rregullt, ndërkaq në 38 qendra të tjera, nga 1 për secilën komunë me 52 vendvotime do të mundësohet votimi me kusht.